Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Bojnë, mirë se erdhët në emisionin Intervist. Ne sot me kamerën tonë ndodhemi në qytetin e Shkodrës, në qytetin e bukur, në djepin e kulturës, duke dhënë kështu një rëndësi të veçantë edhe artistave që vinë nga Shkodra. Kësaj herë emisioni ynë i kushtohet letërsisë, poezisë, fjalës së bukur dhe shpirtit krijues shqiptar. Kemi kënaqësinë të kemi mes nesh një zë të veçantë të poezisë, një autore që ushqen fjalën me ndjenjë dhe me reflektim, dhe që vjen nga qyteti i kulturës dhe traditës. Ajo është një herësh edhe profesoreshe e gjuhës dhe letërsisë, një mësimdhënëse që përçon fjalën e dashurisë tek brezat e rinj dhe një krijuese që ka ditur të shndërrojë përjetimet, kujtimet dhe realitetin në vargje plot ndjenjë dhe ndriçim. Sot do të flasim me Melita Vjerdhën për krijimtarinë e saj poetike, për librat që ka botuar, projekte që ka realizuar dhe për rrugëtimin e saj letrar. Zonja Melita Vjerdha, faleminderit që pranuat ftesën e televizionit të Bojnë dhe na mirëpritet këtu në qytetin e bukur të Shkodrës. Faleminderit juve, mirë se u gjeta. Suksese edhe juve në punën tuaj. Atëherë ne do të flasim sot për poezinë, për vargjet si një poete e re, thoja në karrierë, por një poete e cila i ka dhënë vërtet një frymë shumë të bukur letërsisë, një libër i cili u promovua jo vetëm këtu, por edhe në Maltezi, pra mes shqiptarëve të Malit të Zi. Ne do të ulemi pak në kohë, pra do të zhvendosemi pak në kohë, kur keni filluar ju ato krijimet e para të letërsisë, kur keni shkruar për herë të parë, kur keni kuptuar që vërtet poezia është pjesë e juaja? Për herë të parë, realisht gjithmonë janë ato shkrimet e para që vinë në periudhën e adoleshencës, por nuk janë krijime që unë i kam shfaq dikun, që me i kuptu dikush ose me i lexu dikush. Me të thënë drejtën, po më vjen mirë që jena mlaut pikërisht te ky lokal, sepse Eko është piknisja ku unë kam fillu për me kuptu se realisht mundem me shkru. Dhe ka qenë Mirsad Basha me Eko Mendje, ku ka nxit për me vazhdu, për me i shfaq shkrimet e mia nëpërmjet rrjeteve sociale. Edhe kjo është në periudhën vitit 2014. 2014 në rrjetet sociale, pikërisht Eko Mendje, nëpërmjet një konkursit poetik që u zhvillu në rrjetet sociale, aty unë jam natyrë që kam nevojë për pak nxitje, për pak spunto, edhe po më vjen mirë që këtu po bëj intervistën edhe duhet të jem mirënjohëse Eko Mendjes që unë sot jam me botim edhe jam kjo që jam në fushën e letërsisë. Atëherë në fillimet e tua, sigurisht gjithkush ka nevojë dhe për pak shtysë, domethënë, për pak motivim e tjerë, sa të përkrahen ty familja kur të tregove që të pëlqen të shkruash, por pse jo të botosh libra? Unë kur kam fillu me shkru, kur kam fillu me i paraqit këto botime, po thamë në thojza, sepse ishin botime në rrjetet sociale, fillimisht janë pothuajse surprizu, sepse nuk jam natyrë që kam nejt të shfaq veten në këtë fushë, por realisht e kanë mirëprit, edhe janë dashamirës tashmë të asaj që unë bëj vazhdimisht. Por që pikësynimi jem edhe gjanat primaret mijat janë familja, edhe këto i kam pas gjithmonë si plan të dytë, pavarësisht që i kam ushqy vazhdimisht në mënyrat e mia. Pastaj më kanë ndihmu shumë edhe ato që më kanë përkra, të fillu me pedagog, me profesor, siç thash me këto aktivitete të ndryshme që janë bërë në Shkodër, më kanë përkra jashtëzakonisht shumë dhe jam shumë falënderuese dhe shumë mirënjohëse. Të fillu me profesor Stefan Çapalikun, Ridvan Dibrën, Primosh Llakun, e tjerë. Edhe ne i përshëndesim shumë. Atëherë, ju jeni edhe mësuese e gjuhës dhe letërsisë shqipe, si ndikon puna me nxënësit dhe frymëzimi juaj si poete? A ka një ndikim pra që lidhet direkt me letërsinë, por edhe me poezinë? Unë kam përfunduar studimet për gjuhë letërsi, e kam ushtruar si punë disa vite, por jo definitivisht, sepse aktualisht nuk jam mësuese e gjuhë letërsisë, nuk e ushtroj këtë profesion për momentin, por në periudhën që unë e kam ushtruar këtë profesion, gjithmonë ka qenë një, po them unë, ajo ndarja e mësueses me
dëshirën që kam pas për me përcjell atë që unë kam përmbrana për artin në përgjithësi dhe letërsinë konkretisht. Dhe kjo më ka ndihmu më shumë që me afru ato nxënës, sidomos ata që e kishin në pasion të madh letërsinë. Dhe jo kam përcjell në mënyrën më të mirë të mundshme, besoj, pavarësisht se tash nuk e kam mundësinë me e ushtru këtë profesion. Atëherë mund të na tregoni se si frymëzoheni ju dhe a keni një rutinë për të shkruar apo si shkruani, pra si e gjeni kohën për të shkruar? Kjo është pjesa më e vështirë me thënë drejtën, se tu i ken nan edhe të pas edhe shumë angazhime tjera në këtë periudhë. Gjithmonë ajo pjesa e vogël që mbetet është shumë pak për me dhënë atë që na kena përmbrana, po themon se secili poet ka atë pikat ose po them unë çastet magjike të frymëzimit, që po nuk patë kohën ato ikun, ato hupin, nuk janë më. Por gjithmonë e kam gjetë një moment dikun dhe kam shkruar, e kam vazhdu ndoshta. Periudha më e keqe është se unë shkruaj natën. Dhe kjo është edhe në disfavor sepse jena familjare, tjerë një natë, dy natë, do të çohem me shkru sepse atëherë kam edhe kohën edhe frymëzimin. Zakonisht kështu e kam frymëzimin. Atëherë ndoshta se kështu na ndodh të gjithëve në fakt. Por frymëzimi, ajo që më frymëzon është se unë jam natyrë që shumë e njëshme, në përgjithësi autorët e poet janë njerëz sensibël, edhe unë jam shumë e njëshme si natyrë ndaj çdo lloj realitetit. Dhe kjo është pjesa ku më frymëzon më shumë. Atëherë ju keni botuar një libër, librin 8, të cilin e keni edhe këtë më vete. Mund të na flisni pak rreth tij, kur u botua, cila shtëpi botuese e mori përsipër, si u prit gjithashtu edhe nga lexuesit dhe kritikët? Siç thash, unë kam filluar qysh në 2014 që jam marrë me krijim të ri. Botimet e para kanë qenë në antologji, unë jam e botuar në rreth 12 antologji poetike. Siç thash, jam qenë natyrë pak e ndrojtur për me i dhënë vedit më shumë dhe kam arrit mas 10 viteve në konkluzionin që duhet me bën një libër mas shumë e shumë nxitjeve nga profesorë të ndryshëm që duhet i përmbledhësh këto poezi, sidomos për me kenë mos me hub, po themone, dhe me met në një libër. Edhe në 2023 u përmbledha këtë cikël poetik që titullohet Në te. Është një përmbledhje pothuajse aty në 10 viteve, duket i vogël, është i vogël, por është ndarë në 4 cikle poetike, kur plaket heshtja, ekuilibër, dizajn metaforash edhe kuadri një epoke gri. Pra, secila periudhë i përket një periudhe të krijimtarisë teme prej këtyre 10 viteve. Këtu kam përfshi edhe disa piktura të mia, pra e kam ndërthur këtë vepër poetike me poezi, sepse unë edhe pikturoj dhe e kam ndërthur këtë, sepse arti i poezisë dhe arti i pikturës kanë përbashkëtat e veta, kështu që nuk e di, deri tash është prit mirë si libër, është promovuar edhe në Tuz, ku atë është prit edhe vlerësu jashtëzakonisht shumë dhe jam një shumë e mikpritën pothuajse më shumë se sa në vendin tem, kështu që jam shumë falenderuese dhe shumë mirënjohëse gjithë atyre që më kanë përkrahur. Është botim i shtëpisë botuese Fishta me zotin Fran Okulli, i cili më ka mbështetur vazhdimisht edhe me publicitetin, po them, edhe me përkrahjen e tij. A mund të na tregoni për ndonjë projekt letrar, aktivitet apo kulturor që keni marrë pjesë dhe që ka patur një ndikim të veçantë tek ju, pra vendet ku keni qenë pjesëmarrëse, qofshin këtu në Shkodër, në Tiranë apo edhe në ndonjë qytet tjetër? Po, qysh në fillimet e mia, jam si me thanë, në çdo aktivitet pothuajse letrar, sidomos në këto që ka zhvilluar Ekomendje, që kanë kenë festivalet poezisë pa botume, në atë kohë isha e pa botume si autore, dhe kam marrë pjesë në të gjitha festivalet që kanë zhvilluar, ku kam kenë edhe fituese disa çmimeve, të filluar te çmimi i tretë, poezia më e mirë, pastaj kur zhvillu në Shirok, festival edicioni 7, kam marrë çmimin e parë. Ka kenë hera parë që përjetova pothuajse një satisfaksion veçantë, do i kenë se çmimet realisht nuk ka se po them tregojnë jo vetëm cilësinë e asaj që shkruan edhe të autorit, por janë edhe një nxitje dhe shtysë e mirë që autori me besu të ajo që bën edhe me vazhdu ma te i këtë gjah. Kjo është shumë e vërtetë. Mandej kanë kenë edhe këto në vazhdim në aktivitetet e tjera, në festivale,
para një viti kam qenë e ftume për me paraqit krijimtarinë teme tek Kryeministria. Ishte kriju një hapësinë për poetë të ri dhe për autorë të ri dhe isha ftuar aty, ishte një tjetër kënaqësi e veçantë. Plus asaj paraqita dhe pikturat e mia në formë ekspozite të vogël, ato pak piktura që kam. Pastaj kam vazhdu me një tjetër, po them unë, një rrugë tim i vogël, një deg e jemja tjetër në krijimtari, ka qenë edhe si autore e tekste këngësh, që vitin e kalume kam marrë pjesë në RTS, në festivalin e RTS-s, me tekstin Athu, që është interpretuar nga Lorian Evi dhe Adelina Correj. Pra, deri tash unë kam bërë 2 tekste këngësh, dhe njëri është përfaqësuar në RTS, në Radio Televizionin Shqiptar, dhe tjetri si mjet në festivalin Lulebor, ku mori edhe çmimin e dytë, teksti dhe kënga. Atëherë për sa i përket pikturës, të jemi sinqertë, ne nuk e dim në fakt, tani ti na dole një artiste vërtet shumë e madhe. Kur keni filluar të pikturoni dhe çfarë kryesisht, çfarë përfaqëson piktura juaj? Atëherë, që t'jem realiste, unë nuk kam synu asnjëherë t'jem poete, me të thënë drejtën, as shkrimtare. Kjo më ka marrë si rrjedh asaj që njerëzit nxiten për me e vazhdu këtë gjë, por që pasioni dhe dëshira jeme më e madhe ka qenë pianoja dhe piktura. Pikturën e kam fillu qysh e vogël, aq shumë me mjete rrethanore dhe me autodidakt pothuajse, dhe e kam ushqy vazhdimisht, pavarësisht se rrjedhëm ka marrë tek poezit ma shumë, pavarësisht se kohët e fundit unë kam kalu në një zhanër tjetër që du ta eksploroj dhe ta eksperimentoj, po them, që është romani. Jam në proces të krijimit të një romanit. Se sa ka me pas... Atëherë, po thua që së shpejti do të kemi edhe një libër të formatit të roman, kjo është një gjë shumë e bukur, e sigurisht edhe një lajm i ri për teleshikuesit. Atëherë, në një kohë kur teknologjia dhe rrjetet sociale po dominojnë, si mund të mbetet poezia e gjallë e dashur për brezat e rinj? A mendon se është më mirë që njerëzit të lexojnë poezi nga libra fizike të shkrimtarëve të cilët kanë lënë gjurmë, apo është më mirë që sot pra të lexojnë nëpërmjet rrjeteve sociale ose pra nëpërmjet internetit? E rëndësishme është të lexojnë. Pastaj mënyra është sipas dëshirave, sipas punësive. Libri mbetet i veçantë, mendoj unë. Ta prekësh librin, ta kesh afër vetes është ndjesi e veçantë për ata që e duan këtë gjë. Por nuk është e thënë që duhet ta them unë që duhet të lexojmë vetëm libra. Mund ta lexosh poezinë në forma të ndryshme, edhe tash jemi në kohën e teknologjisë, sepse jo edhe në teknologji, por që e rëndësishme mendoj unë përveç se të lexosh, është edhe të krijosh. Sot ma shumë se kur bota ka nevojë për ndjeshmëri dhe të krijosh është çështje ndjeshmërie. Pra njerëzit sa më shumë që të krijojnë, aq më larg agresivitetit janë. Sa më shumë të lexojnë, sa më shumë që të jenë afër artit, aq më shumë janë njerëzit të afruar njëri me tjetrin. Në kuptimin që arti i prek njerëzit në ndërgjegjen e tyre dhe siç ka thënë edhe Nietzsche, kemi artin për të mos vdekur nga vërteta. Realiteti është i ashpër dhe po bëhet gjithnjë e më i ashpër në kohët e sotme, dhe ajo çka mendoj dhe duhet të mësoj vazhdimisht kësaj gjë, jo vetëm unë që ta përvetsoj dhe ta nxis tek të tjerët, por që ta shpreh edhe sa herë më jepet mundësia që gjithsecili që ka një lloj frymëzimi është në kat që të mos ta paraqesin, që të mos ta zhvillojnë, sepse siç thash, arti është ai që të shkput nga realiteti negativ. Arti është ai që bashkon njerëzit dhe arti është ai që i bën njerëzit më të mirë. Kështu e kam perceptuar dhe mendu vazhdimisht dhe vazhdoj ta bëj. Kështu që sa më shumë me shkru dhe me lexu dhe në artet e tjera, s'po them vetëm tek shkrimi, por në çfarëdo lloj artit është ai që përcjell emocionin dhe shpirtin tek njerëzit. Shumë mesazh i bukur kë. Atëherë,
A mund të na tregosh se si ndihesh ti kur lexuesit lexojnë poezitë tua dhe të bëjnë komplimente, ose ndoshta edhe mund të qajnë me poezitë tua? Si ndihesh? A ke një Nuk kam poezi që realisht njerëzit mund të qajnë me poezitë e mia. Nuk e kam vurë deri tash kët, por gjithmonë jam absolutisht jam emocionu, absolutisht më vjen mirë fakti që njerëzit e kanë përcjell librin tem sepse nuk kam pas besim tek vetja realisht, edhe e kanë përcjell në mënyrën më të mirë dhe ashtu siç unë nuk e kam prit realisht. Dhe sigurisht që kur ta japin atë emocionin që në fillim nuk është se kam, si më thënë, jo se prekom për emocionin që e poezia, por prekom për faktin që po e lexon dikush diçka temen. Kështu që kjo është më e rëndësishmja në të tana. Mjafton që dikush edhe ta preku librin edhe ta shohin, edhe po them edhe nga kapërtina kajherë, është diçka shumë e mirë për atë që e ka kriju, sepse kjo është krijesë, po them, e jemja, edhe realisht e du sepse është diçka që e kam kriju vetë, dhe këtë gjë kur e përcjelli te dikush dhe ata më përcjellin të njëjtin emocion duke e lexuar, duke e përjetu, është kënaqësi e veçantë për shkrimtarët. Madje e thonë që disa autorë janë edhe fanatik për librat e tyre. Në fillim i shkruajnë, pastaj nuk kanë dëshirë që dikush t'i lexojë dhe të dinë ndoshta edhe një problemin pjesë më të të madh e kam vërtetës. për me interpretu poezitë e mia, sepse realisht nuk e kam talent këtë pjesë, e kam shumë problem për me interpretu poezitë e mia. Pra jo çdo shkrues është i mirë edhe te ana e interpretimit. Cili është poeti ose poetja që ka ndikuar më shumë në stilin tuaj krijues, edhe pse gjithkush ka stilin e vet, nëse mund të cekje, cili është ai autor që ju ka inspiruar më shumë ose që ja vlen të përmendet si një ndër autorët më të mirë, qoftë nga Shkodra, nga Shqipëria? Autor të mirë, autor që na kanë frymëzu, ka plot Shkodra, Shqipnia, por unë gjithmonë e kam pa dash me dalë për modestijet, unë kam dash gjithmonë që me kriju një stilin tem, edhe me kenë unë kjo. Nuk jam unë si dikush, por jam unë kjo. Mirë apo keq nuk e di, edhe do të ceku edhe pjesën e gegnishtës. Unë i du shumë autorët geg, jam sigurisht e frymëzuar dhe i kam lexuar vazhdimisht, por ajo që unë kam përcjell te poezitë e mia është gegnishtja jeme e zadrims, nga ajo ku unë kam ardhur. Pra çdo gjë këtu më ka rrjedh natyrshëm. Asgjë nuk ka qenë ose e dikujt ose si dikush. Pra këtu është 100% Melita. Shumë mirë. Nëse do t'u jepnit një këshill të rinjve që sapo kanë nisur të shkruajnë poezi, cila do të ishte ajo? Në mënyrë që edhe ata të paraqiten pra përpara publikut, por siç ke bërë dhe ti që the se e ke patur shumë të zorshme që të paraqitesh para publikut, ndoshta mund të ketë ende të rinj të cilët kanë frikë të paraqiten. Keni një këshill që mund t'u jepni aty në mënyrë që të mos tepen? Po, unë e thash edhe më përpara që këshilla jeme për secilin që ndjen se ka një lloj talenti është që ta zhvillojnë ata. Cilën do lloj formë që të jetë ajo. Nuk është vjen një moment që e gjen rrugën e vet gjithsecili. Qofsha unë ndoshta spuntoja për ata, qoftë dikush tjetër, por nëse ato e kanë vendosur që të shkruajnë, sigurisht që do të dalin në sipërfaqe një ditë. Dhe nëse talenti e ka atë përqindjen për me i nxjerrë në sipërfaqe, sigurisht që ato ndoshta as nuk kanë nevojë, por nga një anë kanë nevojë për nxitjen e parë, por talenti e gjen rrugën e vet dhe del gjithmonë në sipërfaqe. Shumë bukur kjo. Atëherë Melita, unë do kisha shumë dëshirë që ti të interpretoje një poezi, 2 ose sa të kesh dëshirë për të gjithë teleshikuesit tanë në Maltezi, pra, dhe të ftoj që të Unë do ta lexoj se për me interpretu ju thash edhe më përpara, kam pak vështirë, por do të lexoj një poezi të shkurtë. Një poezi buzëqeshja. Kam provu më mbyt në një buzëqeshje tanën, ta asaj që befas doli. Ti pash dëshirat në lulet ballit, e të rollën si ujvar. Më zuni rjella furishëm, sa ende sot nuk marr frymë kur e kujtoj. Shumë e bukur, nëse keni dëshirë mund të lexoni edhe një tjetër. Unë këtu në fund të kopertinës librit kam një shprehje që e përdori vazhdimisht. Këtu është edhe piktura tjetër e jamja, edhe kam shkruaj me heshtje, po edhe asaj mi kam marru boja. Shumë e bukur. Tash unë po lexoj edhe një
poezi kushtuar thinjave, po që në thelb përfaqëson nanën. Nanës janë zbardh flokt, ajo nuk bahet marak, edhe pse ja kanë zbeh bashin. Nana nuk i lyn flokt, edhe as nuk don me ndryshu grinë, që i shtohet koleksionit të saj shumë ngjyrësh. Thinjat nuk janë veç të bardha apo gri, se secila mbart një barr me kujtime. Një thinjë jam unë, një jetë ti, një jetë mbi kry, mbi ballë, mbi dorë, mbi gjithçka. Shumë e bukur, shumë emocionuese dhe ti the që poezitë tua nuk bëjnë për të qarë, por në fakt ka që edhe mund të bëjnë për të qarë. Atëherë Melita, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë, shumë të sinqertë, na erdhi shumë natyrshëm në fakt dhe të uroj shumë suksese në karrierën tënde, në të gjitha drejtimet e tua, sigurisht të shëndet të plotë dhe çdo gjë tjetër. Faleminderit dhe shpresojmë që të mos jetë intervista e fundit që zhvillojmë për televizionin Bojnë në Maltezi. Shumë faleminderit juve për ftesën dhe ju uroj edhe ju suksese në vazhdimsi. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Së bashku takohemi në intervistat e radhës. Mirë takofshim.